Si të përgatitin petulla me brumin e bukës tani, edhe të cilat nuk tërheqin vaj fare. Si që shikoni neve mielin e hodhëm me sy, mund të hidhni 1 kg miell, 1 lugë të madhe me maja, pak kripë, 1 vezë, kjo veza kishte 2 brenda, se ishte e madhe, pak vaj, edhe do t'i mbrujmë me ujë. Do të mbryhet 1 çikë, edhe pastaj pasi e kemi përpunuar brumin, duhet që ta lëmë që të vijë, të fryhet do me thënë, se ka maja si që kuptoni. Që kështu do ta lëmë, neve e lamë 1 darkë të tërë në frigorifer, edhe e përgatitëm për të nesërme në mëngjes që të kemi petullat të freskëta. Tani, pasi e kemi lënë brumin, si që thash gjithë natën, e hapim kështu, neve e bëmë me të çara në mesë, që të kullojnë, po si që thash nuk tërheqin vaj fare. I skuqim, kuptohet në vaj të nxehtë, edhe dalin aq të shishme, aq të mira, tamam si bukë, vetëm që janë petulla, edhe mund t'i hani edhe me të ëmbël, edhe me të kripur, dhe me djathë do me thënë, edhe me çokokrem, me çfarë të doni juve. Këto. Ciao ciao.